dhe një farë mënyrë nuk e la anash as këtë pjesën letrare, krijimtarin dhe mundohena me çdo kusht që me arrit cilësi edhe me arrit suksese kombëtare po edhe ndërkombëtare. Edhe kjo mëson shumë për ndryshëm. Pasioni im spontan. Mësuesi asaj kohe na kishte dhënë detyrë shtëpie me shkruar një poezi prej vetes. Unë isha duke rujt baktit në atë kohë, atë botë, edhe vllau ose motra, njëri prej tyre ma sjell një libër të një vajze së re që e kish botu, edhe në farë mënyrë mu ma zgjej atë kërshërinë, atë entuziazmin edhe vullnetin, edhe mësuesi ma kishte dhënë detyrë shtëpie, edhe brenda një dite i kom botu i kom shkruar në fakt rreth 15 poezi. Zja qelen, ku e lexoja gollin, do me thonë, matën e mirë ata publikoj apo jo. Pavarësisht se të disa shkrime kanë ndikuar rrethana të disfavërshme, edhe kam dashur ta shpirtëroj fjalën. Kam dashur zakonisht të poezit moderne për me përfitu diçka, për me marrë një çmim, zakonisht duhet poezi elitare edhe duhet poezi eliptike. Po une të disa shkrime kum bo përjashtime, shkaku me shpirtëru fjallën edhe me qitat pezmin shpirtënor, shakum përjetu une, mënyrë që publiku me kuptu, se thojnë, prej moshës re dhe të maj vjetri. Bile kom disa poezi të libri fundit, disa janë vlerësu si poezi elitare. Par mënyrë duhesh me pas një farë vetbesimi shumë të madhë. Unë e përdej sa ku marrit të çmime e mërnjuje kombëtare, edhe kritik letrare kanë vlerësu punën teme, sidomos vitet të fundit ka thonë Fejz Demiri krahas domethënies, shkrimet e tij ka shumë ndjeshme, i ka universale, i ka të prekshme. Domethënë njëri duhet me kalu vujtje për me i bën çdo shkrime. Edhe tashti domethënë tjerën e jetës për shprehje në mënyrë figurative, jam mundu me mujt më art. Edhe kom kontaktu me shkrimtarët, pa kanë jep një farë vetbesimi si nëse në italian ose nëse në francez i ka gjitha gjanat. E mundet. Pse ne nuk mundevi? Ne në vendin tonë kemi shumë talent. Kjo është gjakimi jam i shpirtënor. Kemi talent shumë. Kemi potencial shumë si këmbë. Po shpeshherë nuk e shfrytëzojmë. Domethënë shteti fatkeqësisht nuk bën sa me të thënë drejtën të rrit, unë kom përkra shumë. Kom përkra shumë të ri, nëse të një i ri ose të një e re, kom pa një talent, unë e mundu me të sytë për para, e mundu me fuqizu. Nëse mu ka mungu përkraja dikur, unë e kom dëshirë ty me të adham përkrajen. Nëse unë i gjykoj gjonat edhe i shikoj gjonat si pas meritokracisë. Nëse ti ki merita, unë e të syti për para, nuk të kam i nauti, nuk kam gjelëzi, se në botën e artit edhe në çdo fundi as talent, po është produkt i rrethanave, është produkt i punës të ngulmuese, i sfilitive të mëdha, i taratisive të mëdha, që u mundue një farë mënyre mi dhez llampat e jetës me art, dhimbjen me mujt me art, edhe me arrit gjona të mëdha. Se të ndërpreva ishe duke të ka duhet realisht me pas një shkrim për me mbrime u përkthy nga Kosova, do të thotë një shkrim i yni ndërkombëtarisht. Një shkrim për më përkthy, mas shumë të ema, do me thonë, është përdorimi fjalëve. Do me thonë, është niveli artistik, figurat letrare. Jo poezi e thjesht, jo poezi që lexohet me një frymë. Do me thonë, nëse nuk është poezi elitare, ka vështirë të përkthehet. Sepse gjithmonë kur ti e konkuron në vend të huaj, hipotetike po e quaj ashtu, para gjykimi është se gjithmonë secili e përkat veten. Duhesh me qenë shumë talent, duhesh me bëni punë shumë të madhe, duhesh me bëni përkushtim shumë të madh, duhesh me ndje artin. Unë e ndjej artin. E ndjej ato që e bëj. Unë flen ajo që e bëj. Dhe kom dëshirë nesër mas nesër, nëse unë e ndërpres karrierën bie fjala, kom qef dikush me konë ma i zotis one, me konë ma e rije se one, me në bo krenar ma shumë se one që kom bo vendin tim. Tash, ati të regojmë disa prej poezive tua që janë përkthy.